Mirëmbrëma, të nderuar shikues, ja ku jemi përsëri sot në podcasti Lirisë Okult. Sot në Okult Konspiracion do të flasim një çikë për një temë e cila ka të bëjë me sundimin e universiteteve të Shteteve të Bashkuara për të përdorur nxënësit, studentët e saj të cilët dalin në jetë dhe për të kontrolluar jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të gjithë pjesën tjetër të botës ku ata kanë kontroll, jo nëpërmjet linjave vetëm të meritës, por kryesisht nëpërmjet linjave të gjakut, të pasurisë dhe të trashëgimisë të fuqisë. Por para se të fillojmë temën e cila quhet Throni i Rjetit të Hederës, që do ta shpjegojmë se për çfarë bëhet fjalë. Ky është një emision për ata që anë mishja, u kam thënë, jo për ata që duan qumësh. Ata që duan qumësh dhe biberon kanë vende të tjera sa të duan ku të shkojnë. Para se të fillojmë trajtimin e temës, do dëshiroja të kujtoja të gjithë atyre që na ndjekin dhe që kanë qejf të anë mish dhe ende se kanë bërë subscribe kanalin ton, të mos presin më s'kan çfarë të presin, por direkt të ngrejnë gishtin dhe vetëm një subscribe është pa lek, pa lodhje, pa mundim, dhe kanë në përfitimin se sa e ryn në YouTube do t'ju afrohen videot tona të mrekullueshme. Dua të falenderoj sponsorat e emisionit tonë, të cilët shfaqen vazhdimisht në krahun tim dhe që ofrojnë një shërbim apo mallra të caktuara për të cilat ju pasaj duhet të interesoni për të gjetur kontaktin thjesht në Google dhe aty do të gjeni çdo informacion dhe mënyrë kontaktimi për të pyetur në lidhje me interesin tuaj. Njëkohësisht ne kemi këtu në krah një numër telefoni i cili u kërkua nga ne të ishte një numër i thjesht që të mbaheshe mend dhe na u ofrua ky numër punonjësve të mi dhe shumë njerëz pyesin Alfred, pse ka kaq shumë gjashta ky numri tënd? Është thjesht një rastësi. Unë do të doja të ishin me 7, po ka shumë njerëz që thonë e ke bërë kastile. Unë jam djalli. Mirë, të gjithë ata që kërkojnë të komunikojnë me ne në përmjet telefonit, mund të shkruajnë SMS në WhatsApp në numri që del këtu në krah, qoftë për të na dhënë ndonjë sugjerim, për të na dhënë ndonjë video, për ndonjë ngjarje që ndodh dhe ne që ka interes publik, dhe ne menjëherë do ta trajtojmë dhe do të merremi me ta, sigurisht për interes publik. Njëkohësisht ata që duan të bashkëpunojnë me ne për çështje marketingu dhe që ne do t'i konsiderojmë si serioz për të bashkëpunuar, do të marrin një përgjigje nëpërmjet këtij numri telefoni. Mirë, kalojmë tashi me temën Throni i Rjetit të Hederës. Hap pas hapi do ta sqarojmë se çfarë është kjo regjia, lutem foton, do ta sqarojmë se për çfarë bëhet fjalë. Bëhet fjalë, siç e shikoni nga fotoja, janë disa ndërtesa universitetesh në Shtetet e Bashkuara, të cilat janë ndërtuar nga syri lart nga Illuminati dhe mbrapa tyre qëndrojnë fuqi të ndryshme të vjetra, ndërkohë që këto universitete pretendojnë se janë krijuar pikërisht për të luftuar Illuminatin dhe fuqitë e vjetra, sidomos ato të kishës. Tashi të sqarojmë një çikë se çfarë është hedera për ata që se dinë. Foton tjetër, Juria, që ju kam dhënë, hedera është një bimë e cila është karakteristike edhe këtu në Shqipëri dhe është një bimë dredharake që vërtitet ja ku e kinin për pemë, besoj të gjithë e njihni kur e shikoni këtu në foto, se çfarë është hedera e cila mbulon shpeshherë fasadat e mureve të ndryshme, por dhe të mureve të universitetit, dhe kuptimi i temës që ne kemi zgjedhur është
do më thënë, çfarë fshihet brenda portave që mbulohen nga një bimë jeshile shumë e pafajshme dhe shumë e dobishme për të krijuar mbrojtjen nga rrezet e diellit gjatë ditëve të nxehta të mureve të shumë ndërtesave. Njëkohësisht e dera është për ata që se dinë është simbol i maskimit sepse nuk duket se çfarë ka mbrapa saj. Prandaj është zgjedhur dhe ky titull, Throni i rjetit të Hederës. Pra, rjeti është shumë i gjerë dhe bashkon disa lloj fuqish të cilat së bashku rrjedhin që nga linjat e gjakut të Babilonisë dhe përpiqen të sundojnë dhe të kontrollojnë njerëzimin. Do të flasim kryesisht për universitetet dhe për strukturat e fuqisë të lidhura me këto universitete që nga studentët të cilët dalin dhe marrin pushtet dhe pozita në jetë dhe në politikë. Dihet që shumë njerëz e kanë dëgjuar atë IVA League, që është liga e 6-7 universiteteve kryesore të Amerikës së Veriut, e cila në fakt duket sikur është bërë një ligë për atletikën, siç quhet, po ta shikoni, të googloni, është një ligë për atletikën ku këto universitetet marrin pjesë së bashku duke bërë konkurse të ndryshme për atletik, po në fakt IVI League është liga IVI është një ligë për kontroll dhe për sundim të fuqive që kontrollojnë, që qëndrojnë mbrapa këtyre universiteteve. Ne do të merremi kryesisht me 3 universitetet kryesore, nga buron pushteti i një pjesë të madhe të administratës së Shteteve të Bashkuara dhe që janë sigurisht pjesë e shtetit të thellë që s'kan lidhje me interesat e shumicës së popullit amerikan, po mbrojnë interesat e një pakice të një linje gjaku, siç e thash, që vjen që nga lashësia dhe përpiqet të mbaj kontroll mbi shoqëritë e gjera njerëzore, mbi ekonomitë dhe financat e tyre. Më pëlqen kjo një figurë, një grua që ka qenë rektoria ose administratorja e madhe e Universitetit të Harvardit, e cila quhet Drew Faust dhe ka qenë e martuar me një mjek të shquar Rosenberg, që quhet nga mbiemrin familjen Rosenberg, dhe kjo tha dorëheqjen kur u rikthye fantazma e Epsteinit. Ju lutem disa foto regjia nga Universiteti i Harvardit, i cili ndodhet në Boston. Të gjithë e dini lagjen Harvard, ku është një kompleks i madh universitar ku dalin një pjesë e madhe e elitës teknokrate të Shtetet Bashkuara. Media me rastin e Epsteinit nxitoi me titujt e saj kryesor të riqej nga lavdërimet e Harvardit dhe magjia e tij filloi të thyej pasi shumica e listës së Epsteinit kishin dalë nga ky universitet, i cili ka pretenduar gjithmonë se ka luftuar për të futur një moral të lartë kishtar ke studentët e vet. Bota pas skandalin Epstein, por ata që kishin sy të thellë dhe që dinin të shikonin pak më ndryshe situatën, e panë këtë si një sinjal që kolapsi kishte filluar, por ky nuk kishte dështim. Ishte thjesht një zbulim që bën njerëzit se çfarë po ndodhte. Ivy League nuk ka qenë kur froni në fakt, ajo ka qenë thjesht një portë për të mashtruar njerëzit e mbuluar me bimën e Hederës. Pati një iniciativë të thjeshtë nga një sundim i vjetër, një sundim që nuk tregohet nga studime shkencore, por nga kontratat shpirtërore. Vjedhja e shpirtrave dhe inxhinieria e linjës së gjakut. Është fjala për ngritjen meteorike të Barack
Obamës nga Harvard Law Review në një paqeberës shumë të lavdëruar me çmim Nobel, i cili në fakt zgjeroi luftrat me dron, normalizoi apo forcoi mbikëqyrjen mbi shoqëritë e gjera njerëzore dhe në fakt Obama nuk ishte një përjashtim, ishte thjesht një pjesë e planit që kishte filluar prej disa shekujsh. I kultivuar në korridoret e Universitetit të Kolumbias dhe në rrjetet fabianiste të shkollës së Chicagos, Obama u shfaq si një markë, jo si një njeri. Ai ishte një arketip i prodhuar i opozitës së kontrolluar, i shpresës për paqe të armatosur dhe i pajisur në duke me një disiplinë narrative sa herë që ai fliste dukej sikur kishte një gjuhë të paqtë dhe të kontrolluar. Ne do të flasim këtu kryesisht për 3 universitete nga 7 universitetet e Ivy League që janë më të rëndësishme dhe që janë Universiteti i Harvardit, i Yales dhe i Princetonit. Do t'i trajtojmë me radhë dhe regjia do na jap nga një foto të këtyre universiteteve duke folur ngadalë për secilin prej tyre. Këto universitete nëpërmjet narrativës së studentëve të cilët marrin pushtet mbasi mbarojnë shkollat dhe kalojnë një eksperiencë të gjerë të mbështetur nga linjat e gjakut që kontrollojnë dhe këto universitete, kanë një gjuhë që mbulohet me dafina, por këta janë projektuar jo për të edukuar njerëzit, po për të koduar sjelljen e tyre. Le të flasim pak për Universitetin e Harvardit dhe është një hartë që quhet Harvard Control Grid, pra rjeta e kontrollit të Harvardit, e cila tregon se themelimi i institucionit ka filluar në vitin 1636, pavarësisht se dukesh si neutral, ai nuk ka qenë kurrë neutral. Arkitektura dhe doktrina e tij në fakt pasqyronin sistemet e kontrollit të botës së vjetër mbi një shoqëri që kërkonte të çlirohej nga këto zinxhir në Shtetet e Bashkuara. Ajo që nuk ishte zbuluar ende ishte fakti se këto skela teologjike që mbulonin edukimin e studentëve dhe që mbillnin besnikërinë ndaj linjës ligjore të gjakut në një fasadë ekonomike, kishin si qëllim të deklaruar trajnimin e klerit me doktrinën puritane, e cila ishte një skelë fetare që maskonte në fakt një agjendë më të thellë, që ishte replikimi i sistemeve të kontrollit të botës së vjetër nën maskën e devotshmërisë së botës së re. Vetë planimetria e Harvardit, e universitetit dhe e të gjithë qytetëve studentore pasqyronte seminaret dhe kolegjet jezuite evropiane, kundër të cilave ajo pretendonte se kërkonte ta shpëtonte shoqërinë amerikane. Dhe në fakt që nga fillimi ajo ishte një pasqyrë, jo një thyerje e Vatikanit. Harvardi në fakt u themelua në vitin 1636 dhe zyrtarisht u emërua në vitin 1638, siç u përmenda, dhe quhet Harvard për shkak të një kleriku të ri që quhej John Harvard dhe që la një trashëgim biblioteke dhe gjysmën e pasurisë së tij për të ndërtuar ky universitet. Libri parë i rregullave të tij urdhëronte që studentët të studionin shkrimin e shenjtë në mëngjes dhe në mbrëmje 2 herë në ditë. Ky nuk ishte një eksperiment laik, ishte një replikim apo shtim i bindjes teologjike evropiane i koduar në botën e re në një maskë puritane. Puritanët mbanin më shumë se sa thjesht Biblën në sqetull. Ata mbanin kontrata, trillime ligjore, besnikëri ndaj linjës së gjakut dhe një ideologji të sofistikuar beslidhjesh. Çka ishte plani një perandorie të pagëzuar në shkrimet e shenjta, por të projektuar
për një skllavëri të madhe shpirtërore mbi qytetarët amerikanë. Harvardi nuk u krijua për të çliruar, po për të legjitimuar, duke koduar gjuhën, moralin dhe autoritetin institucional përmes teologjisë selektive dhe besnikërisë së mbuluar. Rrobat do të ndryshonin. Ambonat do të bëheshin podiume dhe priftëria nuk u largua kur priftëria evropiane katolike nga Harvardi. Harvardi nuk evoluoi në një rrjet kontrolli, por ai në fakt ishte i ndërtuar si i tillë. Pra nuk evoluoi, po qysh në fillim ka qenë i tillë. Liga Ivy thjesht ja rafinoi maskën Harvardit. Do të flasim për një universitet tjetër që regjia duhet ta japë që bëhet fjala për Universitetin e Yale-it në Connecticut. Ju e keni dëgjuar, këtu funksionon ajo që quhet Skull and Bones. Kjo u themelua në vitin 1701 dhe u formua nga kleri kolonial dhe shumë shpejt përfshiu brenda saj një planimetri masonike, siç duket edhe këtu në fasadën e parë. Trashëgimia e Yale University nuk është teologjia, por sekreti, siç është eksploruar nga shumë studius. Përqafimi i Yale-it në shekullin e 19 i modelimit të rritit të vdekjes prusiane përmes simbolit të kafkës dhe kockave, Skull and Bones, që regjia është mirë të na e gjej nëse ka mundësi e të na japë Skull and Bones. Dhe kjo u bë farkëtorja rituale e duplikimit menaxherial. Froni tani ndjek atë fije në zbatimin e linjës së gjakut të tij. Presidentat, shefat e spionazhit dhe bankierët qendror të Shtetet e Bashkuara do ta gjurmonin preardhjen e tyre përmes kësaj faltore të opozitës së kontrolluar. George Walker Bush, William Buckley, John Kerry, këto nuk janë emra të thjeshtë, këta nuk ishin shok klase të rastësishëm. Ata ishin operativë që e kishin gdhendur marrëdhënien e tyre nëpërmjet besnikërisë rituale. Pushteti i tyre nuk vinte sigurisht nga merita, por nga betimet dhe linjat e gjakut nga ata rrithnin dhe nga kasafortat e vulosura poshtë asaj që quhet New Heaven, ose qielli i ri. Jale nuk prodhoi në fakt udhëheqësa, ajo i klonon ata. Do të flasim një çikë, regjia, lutem, fotot e Universitetit të Princetonit që unë u kam dhënë, që është në mes të Philadelphias dhe New Jersey, në zonën lindore të Shtetit të Bashkuara pranë New Yorkut. Princetoni në fakt e plotësoi triadën së bashku me dy universitetet e mëparshme dhe u themelua në vitin 1746, së pari si një fortesë seminariste e reformatorëve presbiterian, por në fakt e fshehur si një farkë me prirje sioniste për elitën teologjike amerikane. Këtu mendja e ershme amerikane u formua përmes një lenteje protestante të fiksuar pas ligjit hyjnor, hierarkisë së beslidhjes dhe fatit eskatologjik, ose fatit të parathënë dhe të vulosur nga Zoti në librat e shenjtë. Këto nuk ishin doktrina të thjeshta, ato ishin algoritme kontrolli të maskuara si devotshmëri për t'i shërbyer shoqërisë amerikane. Dekada më vonë, ish studentët e Princetonit do të ndihmonin në kodifikimin e sionizmit në politikën e jashtme të SBA-s, duke përzier entuziazmin ungjillor me inxhinjerimin gjeopolitik. Ky universitet shërbeu si një pikë tranzicioni, duke e shndëruar foltoren e zjarrt, plotësjufur në korniza politike dhe doktrina ligjore që synonin juridiksionin
shpirtëror ose rrjetën e merimangës për të zënë shpirtrat e njerëzve. Rryma dominioniste rrjedh nga këto salla direkt në grupet e mendimit o i shat që krijohen nga studentët që dalin nga ky universitet dhe rrjedh mbi makinën politike kristiano-sioniste që kontrollon sot Shtetet e Bashkuara. Pringetoni nuk ka qenë ndërgjegja e Amerikës ashtu siç mendohet, ajo ka qenë në fakt skenaristja e kësaj ndërgjegje. Kemi kapur këtu shtresat e para, kartelin e kredencialeve, fasadën e meritokracisë, trajnimin digital të bindjes të quajtur me termin arsimi i lartë në Shtetet e Bashkuara. Ne kemi emëruar arkitektët financiar dhe kemi gjurmuar institucionet e kompromentuara nga studentët dhe pedagogët që dalin nga kjo shkollë. Këto kanë qenë nyje sipërfaqësore, funksionale dhe jo sovrane ashtu siç duket nga jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo rrugë në fakt nuk është duke u frenuar, por është duke u thelluar. Ja ku keni këtë fasadë me lulen që u thash plot trethka. Përtej këtyre portave shtrihet arkitektura e sundimit, jo vetëm mbi ekonomit apo institucionet e shumë vendeve të botës nga dalin studentët, por sidomos në Shtetet e Bashkuara, por mbi gjuhën, mbi biologjinë, mbi kohën, mbi shpirtin. Pra, mbi fenë, sa më shumë që shkojmë brenda tyre dhe i studiojmë, aq më të vjetra na duken dhomat. Dhomat të vulosura me dekrete papnore, të ndezura nga boja e beslidhjes së Rothschildëve. Këto dhoma, të prezantuara për herë të parë në Ivy Dominion, e lidhin shpirtin e këtyre universiteteve përmes kontratave të koduara të lindjes, përmes konstrukteve të ligjit detar të artuara për të transformuar jetën e njerëzve në një drejtim të kundërt me atë që deklarohet. Në shumë shtresa ne kemi ecur në drejtim të institucioneve në përlinjat e gjakut. Ne tregojmë se si monarkia, të tregojmë këtu, u shndërrua në një armë si një teatër emocional. Si u prodhua sionizmi përmes falsifikimit të shkrimeve të shenjta. Si e zotëruan jezuitët alkiminë ligjore. Si u josh inteligjenca artificiale nga shpirti. Si u infiltrua epoka e re dhe do ta mbyllim epoka e re cila mbylli shpirtin me një dritë të reme. Si alfabeti i gjuhës u bë programi kompjuterik i burgosjes së njerëzve. Kjo në fakt nuk është maja e rjetës që sundon, por veli i hequr dhe i rrëzuar që ne do të përpiqemi ta kryejmë nëpërmjet këtij emisioni. Ajo që pret më poshtë nuk është një kuror, por është një front që sundon. Do të flasim për mantelin e Romës, për arkitektët jezuitë dhe për ligjin që na zotëron ose na sklavëron. Jezuitët e ndërtuan sundimin e tyre në Amerikë në eshtje, ata ngritën një perandori ligjore të fshehur brenda një robe fetare. Më shumë se sa një kish, Vatikani vepron si një trinitet sovran pushteti i këtyre tre elementeve që e mbajnë atë në front. Perandoria ligjore, kështjella financiare dhe të qenët pronar metafizik i shpirtit të besimtarve të saj. Një kasafort kontratash gjaku dhe ka faze letrash të projektuara
për të jetuar shumë gjatë se papët, se mbretrit dhe perandorit që i kanë krijuar ato doradorës. Perandoria e sundimit të Vatikanit ka ende agjentët të gjallë të cilët çojnë në frymën e interesit dhe të pushtetit të Vatikanit dhe të jezuitëve sidomos në sallat e pushtetit. Do të flasim për njërën prej tyre në Shtetet e Bashkuara, Nancy Pelosi, e cila është edukuar nga jezuitët, është shoqëruar vazhdimisht me diplomat të Vatikanit dhe është mbrojtur me konkordate ligjore. Ajo ka vepruar jo thjesht si kryetare e dhomës së përfaqësuesve, por edhe si një zbatuese kishtare ose klerikaliste. Pasuria e saj u zgjerua në një përmas të pamat mbi bazën e aleancave klerikale bankare që fjalimet e saj pretendonin se gjoja i kundërshtonin. Ajo ka qenë një funksionare besnike e inxhinierisë financiare papnore. Komunikimi saj me rjetet klerikale i ka lejuar të lundronte pa u prekur nga skandalet, sepse roli saj nuk ishte thjesht laik, ishte një rol në teatrin e shenjtë. Ajo ishte një kamuflazh legjislativ për pastrimin e ligjit kanonik. Ajo që sundon në fakt nuk është feja, por pasuria. Në vitin 1302, Papa Bonifaci III ka nxjerrë një bulë papale që unë e kam parë dhe e kam lexuar, që quhet Unam Sanctam dhe pretendon sundim mbi çdo shpirt njerëzor në tokë. Ky pretendim mbetet ende aktiv ligjërisht sipas sistemit të besimit që ka Vatikani dhe që quhet Cestui Quae Vie në latinisht. Sipas kësaj doktrine, nëse nuk mund të provoni se jeni sovranist nga ana shpirtërore dhe biologjikisht i gjallë, Vatikani menjëherë supozon pronësinë e pasurisë mbi shpirtin tuaj përmes heshtjes, përmes certifikatave të lindjes dhe përmes ligjit detar. Ne jemi ngarkesa, Vatikani është porti. Pas vellove premermeri, ky sistem që ka ngritur Vatikani bashkohet me tempullin e Kurorës në City of London, që ju kam folur shpesh për ta, dhe me shkresat e ndryshme ligjore të tempullit të brendshëm dhe të mesëm që quhet, ku fjalori ligjor krijon kuptime të dyfishta, ambigue, dhe gjua shërben si një armë. Kupto do të thotë të qëndrosh nën te. Një thirrje është një thirrje shpirtërore për të jetuar në skllavëri, pa e kuptuar. Në këtë botë, fjalët nuk e përshkruajnë realitetin, sepse ato synojnë ta kontrollojnë atë, duke u fshehur mbas gjuhës. Jezuitët e përsosën këtë alkimi të sundimit nëpërmjet një aparence shumë normale dhe humane. Ata janë themeluar nga Ignaz Loyola. Ju e dini që të gjithë që keni lexuar pak histori rreth mezit të shekullit të 16 apo 1555. Dhe këta kanë vepruar në dukje si misionar, por ata nuk kanë qenë vetëm misionar, por edhe inxhinier social me një kod të thellë dhe simbolika të thella nëpërmjet të cilës kanë fshehur mendimet dhe gjuhën për njerëzit që nuk e kanë kuptuar. Së fundmi, në ndrejtimin e dy generalëve superior të jezuitëve si Hans Kolbenbach, i cili ka qenë sekretar general i jezuitëve deri në prag të viteve 90, në vitin 86 mos gaboj, dhe më pas Adolfo Nicola, i cili e ka mbajtur për rreth 20 vjet deri në vitin 2006.
16-30 vjet drejtimin e jezuitëve, këta të dy krijuan një ndikim të heshtur mbi udhëheqësit botëror, mbi institucionet akademike dhe mbi agjensitë e inteligjencës. Betimi tyre i bindjes lejon një rezervim mendor, një taktik jezuite e së vërtetës së fshehur të mbuluar me një eshtje selektive. Kjo nuk është një vllazëri e Zotit. Ky është një urdhër arkitektësh, pra urdhri i jezuitëve. Trashëgimia e tyre qëndron mbi një front të mbushur me arë, me flori. Instituti për veprat e fesë, që zakonisht njihet si Banka e Vatikanit, ka mbajtur llogari për diktator, për mafioz dhe për rrjete të fshehta inteligjence. Është mjeti shpirtëror i maskimit të tregut të zi global. Vatikani nëpërmjet konkordateve që ka lidhur me mbi 180 shtete apo kombe, zotëron një fuqi unike jashtëgjyqësore, duke anashkaluar ligjet vendase në këmbim të legjitimitetit ritualist. Dhe megjithatë, mjeti i saj më i madh i pushtetit është gjua e fshetë. Asetet e saj më të mbrojtura janë korridoret e pastrimit të parave, tubacionet e padukshme që kalojnë përmes bankave të ndryshme si BIS, FMN dhe SWIFT, ku operativet ligjor jezuit të sigurojnë transaksionet e Vatikanit që ato të kalojnë pa u ndëshkuar sovranisht. Teknikët ligjor të tempullit të kurorës në City of London bashkohen me imunitetin klerikal të Vatikanit për ta bërë vjedhjen e shpirtrave njerëzor të paprekshme nga gjykatat laike. Le të flasim për disa nga njerëzit kryesor që kanë punuar dhe janë frymëzuar dhe mësuar nga këto shkolla. Le të flasim një çik për Christine Lagarde, ish drejtoresha e FMN-s dhe presidentja aktuale e Bankës Qendrore Evropiane, një mostër që ju e dini se çfarë ka thënë për ata që do të qarkullojnë paranë aktuale kesh të vendeve të tyre mbasi ajo të ndalohet për të përdorur dhe do të konsiderohet si një akt terrorist dhe do dënohet me ligjet më të ashpra nga shtetet për ata që spranojnë të funksionojnë në tregun financiar nëpërmjet paras të re digjitale, paras të skllavërisë që kërkon të ndërtojë elita, jo vetëm skllavërisë, por sigurisht dhe të kontrollit. Ajo është e rrjedhshme, përdor shumë numerologjinë okulte në bisedat e saj, është e apasionuar pas numerologjisë dhe me dialektet jezuito-financiare ajo maskon ritualizmin ekonomik si politik. Roli saj është të kanalizojë sistemet fiat paras të bazuara në besim në kontrata të digitalizuara të lidhjeve shpirtërore, duke maskuar humbjen e shpirtit si një stabilitet fiskal nëpërmjet asaj që sapo ju thash që synojnë të përdorin paran digjitale. Do të flasim një çik për një figurë tjetër të lidhur me këto linja të vjetra gjaku që vinë nga pushteti i Vatikanit dhe jezuitëve. Ky është Bill Gates, i cili fshihet mbas filantropisë, vepron si kujdestar algoritmik i rrjetit global të shëndetit. Nga gavi tek Organizata Botërore e Shëndetësisë, nga tokat bujqësore të pamasa të blera prej tij te patentat e mRNA-s ose arritjes së re teknologjike të futjes së vaksinave nëpërmjet të cilës duan të shndrojnë
ADN ton biologjike në një ADN sintetike dhe të na kthejnë thjesht në ca kukulla plastike. Ky arton skenarët e biombikëqyrjes nën maskën e sigurisë. Lidhjet e tij me famëkeqin Jeffrey Epstein janë tashmë të njohura. Degët e fondit eugenik dhe programet e identifikimit biometrik që ai paraqit nuk e tregojnë atë si një reformator real, por si një arkitekt frekuence. Gates nuk jep gjë, ai vetëm merr, ai programon. Software i tij nuk është për kompjuter, ai është për të na sunduar ne. Do të flasim për një figurë tjetër që regjia duhet i kishte gjetur dhe të na jepte këtu, por tashmë është vonë. Anthony Fauci, prifti burokrat i teologjisë pandemike. Nga shumë njerëz, nga studiuesit e konspiracioneve, konsiderohet si një djalë i legjitim i Madher Terezës. E di që shumë njerëz do t'i vi mirë që e kanë Madher Terezën si shumë të shenjtë, po në fakt ka shumë njerëz që thonë nuk ka qenë aq e shenjtë, përkundrazi. Unë do të doja që ti ishte kështu siç e din njerëzit të shenjtë, por kam frikë se nuk është, pasi ka punuar me rrjetet e kontrabandës së fëmijëve nga India, por jo vetëm, me rrjetet e pedofilisë në tregjet e mëdha të sakrifikimit dhe përdorimit seksual të fëmijëve, sidomos në Shtetet e Bashkuara, por jo vetëm. Dekretet e Anthony Faucit nuk kanë qenë në fakt mjekësore as pak. Ato kanë qenë ritualistike, kanë qenë maska për nënshtrim. Injeksioni që ai sillte si pagëzim, si përforcues i sakramenteve, është financuar nga NIAID dhe është mbrojtur nga korridoret e inteligjencës. Doktrina e vërtet e Faucit nuk ka qenë as pak shkenca. Unë e u kam thënë mendimin tim prej 4-5 vjetësh se kush është Anthony Fauci në daljet e mia publike. Ai interesohet për një sterilizim biologjik dhe shpirtëror, i afruar nga bluzat e bardha dhe në një maskë të tiranisë së fshehur dhe të butë. Do të flasim një çik për një figurë tjetër monstruoze, siç është Hillary Clinton, e cila ka shërbyer si një priftëreshe lartë e fshehtë ceremoniale e këtij rregulli që unë e përshkrova më lart, duke i shërbyer jo vetëm interesave të Vatikanit përmes artit shtetëror të maskuar si diplomaci. Departamenti i saj shtetit ka nënshkruar konkordate të fshehta të udhëhequra nga Vatikani, ndërsa ajo pastronte ndikimin përmes fondacioneve Clinton të drejtuara nga Haiti, Kazakistani apo OIQ-ve të tjera të lidhura me Katarin. Nga emailët e rrjedhura të saj që janë kontrolluar dhe servet e saj dihet që u shkatruan, duken aktet e pamaturisë së saj. Ajo nuk ka qenë thjesht një politikane, por një roje integruar e shenjtëruar nga Yale University dhe e iniciuar në CFR. Ja u kam thënë çfarë është CFR, Council for Foreign Relations, Këshilli për marrëdhënie me jashtë, apo maja e Deep State-it në Shtetet e Bashkuara. Kjo ka qenë brenda një arkitekture politike shumë miqësore me jezuitët. Në krye të një rjeti të pastrimit të parave janë agjentë elitar, emrat e të cilëve rrallë shfaqen në publik dhe në titujt kryesor, siç janë Giovanni Bisignani, ish kreu i Atas dhe korrieri sekret financiar i Vatikanit, Jean-Claude Trichet,
i cili lidhi bankat e Bashkimit Evropian me inteligjencën e Vatikanit. Mario Draghi, teknokrati i Goldman Sachs dhe i monitoruar nga jezuitët, i cili formësoi strategjinë ekonomike të Evropës në Këshillin Kishtare. Dihet që Mario Draghi është ofruar jo vetëm nga Goldman Sachs, por edhe nga jezuitët dhe Vatikanin në krye të fronit kryeministrit italian në një periudhë të caktuar, dhe ky sigurisht që mbrojti interesat e këtyre qarqeve të fsheta okulte, e këtyre linjave të vjetra të gjakut të cilat ai përfaqësonte. Do përmendim dy teknokrat tjerë politikan që janë kryeministrat Giuseppe Conti dhe Mario Monti, të cilët vazhduan trashëgimin e inxhinierimit ekonomik kishtar të Draghit. Monti ka qenë komisioner i BE-s dhe antar i komisionit Trilateral Commission, ju kemi folur. U stërvit në rrjetet financiare të lidhura me Vatikanin, kurse gjithashtu Conte ka qenë i maskuar si i jashtëm, ka ruajtur kornizat ligjore të lidhura me jezuitët, të cilat e lidhnin me Italinë, me konkordatet e Bankës Qendrore Evropiane, si dhe me Vatikanin. Këto figura ilustrojnë se si marrëveshjet shpirtërore dhe politika monetare mbeten të shkrira së bashku në Evropën në duke postmonarkike apo demokratike. Një nga operatorët ligjor më të kujdesshëm në këtë strukturë ka qenë sigurisht Barack Obama. Ai është trajnuar në Fakultetin e Drejtësisë së Harvardit, e cila ka qenë një nyje lidhur me jezuitët. Është mentoruar nga alkimistët ligjor brenda zgjerimeve amerikane të Tempullit të Kurorës, ose City of London. Ngjitja e Obamës në fakt ka qenë e koreografuar dhe jo rastësore. Ai ka folur me gjuhën e çlirimit, ndërsa në fakt ka kodifikuar kushtet e skllavërisë shpirtërore dhe biometrike të popullit të thjeshtë amerikan. Pas çmimit të tij Nobel për paqen dhe maskës multikulturore, qëndronte në fakt një diplomat teknokrat, i cili ka ndërmjetësuar traktatet që i shërbenin korridoreve të likuiditetit të BIS, Bank International Settlements, që është banka kryesore pastrimit të parave në Zvicër. Ka lëshuar lista vrasjesh për luftra me dron me një imunitet ligjor dhe ka përforcuar paktet globale të mbështetura nga Vatikani, të maskuara si ligj humanitar. Presidenca e tij nuk kishte rezistencë ndaj perandorisë, por një riemërim apo një riforcim i saj. Kjo arkitekturë është e mbrojtur shpirtërisht nga përmbysja okulte, nga rritet luciferiane, të vendosura në simbolikën e klubeve të tyre, të cilat i bëjnë njohur sistemeve saturniane të ringjallura brenda katedrales së Vatikanit dhe qendrave të jezuitëve. Ajo që duket si devotshmëri e krishterë në pamje të jashtme është shpesh një ritual saturnian i mbuluar me velo. Sallat e thella të Vatikanit fshehin jo vetëm arë, por edhe ceremonira të ndryshme lidhse që lidhin rritet e koduara me talisman planetar dhe sisteme të lashta kabaliste. Dhe megjithatë, mekanizmi i pretendimit për shpirt të lirë mbetet thjesht një pretendim gjuhësor. Fjalë të shkruara në papirus të lidhura, jehonin në sallat e gjyqit, diktonin në fakt se kush të zotëron, kush e pretendon shpirtin tënd dhe se si eshtja shndërrohet në miratim. Përfaqësuesi në OKB i Vatikanit, që është Lucis Trust, dikur i quajtur Lucifer Publishing Company, ka ushqyer doktrinën shpirtërore në një marrëveshje globale dhe e ka paraqitur dritën si ngjitje, por në fakt e ka ulur poshtë trajtimin e saj. Doktrina është e thjeshtë, shpëtimtar në dukje, dorëzim i brendshëm, ndriçim
burokratik. Dhe pak burokrat e kanë mishëruar përmbysjen në mënyrë më efikase se ajo që e përmendëm pak më lart, Hillary Clinton, emisarja e administrimit global të shpirtrave, e përgatitur nga jezuitët dhe e ngritur në pozitë nga CFR, Council on Foreign Relations. Ajo është rritur në një farktore legaliste në Universitetin e Yale-it dhe është vendosur përmes rrjetit të diplomacisë gjinore të Departamentit të Shtetit, ku Clintoni nuk shkroi thjesht politika, por ka zbatuar doktrinën e përmbysjes rituale të maskuar si humanitarizëm. Nga Libia në Haiti, nga USAID, në iniciativën globale Clinton deri tek Fondacioni Clinton, puna e saj ka çuar përpara një ungjill të maskuar. Ajo ka transformuar sovranitetin në varësi, ka shpërber strukturat mashkullore në flamurin e barazisë gjinore apo feministe dhe përfshirjen e juridiksionit ka realizuar përfshirjen e juridiksionit shpirtëror në kornizat ndërkombëtare të traktateve. Diplomacia e saj nuk ka pasur të bënte kur me shlirimin apo lirin, ajo në fakt ka qenë një skllavëri kontraktuale e veshur me gjuhën e fuqizimit të shoqërisë, e lubrifikuar nga OIF-et të lidhura me Vatikanin dhe që është zbatuar përmes kanaleve ligjore që kanë ngritur jezuitët prej shekush. Këto doktrina nuk janë të izoluara. Ato bashkohen me ideologjinë sabateane frankiste, mund të kërkoni në internet çfarë është kjo ideologji, dhe ka pretenduar se shpengimi vjen nëpërmjet mëkatit dhe se rregulli duhet të përmbyset për t'u bërë ynor. E njëjta teologji përmbysje e parë me gjuhën e qëndrueshmërisë së OKB-s dhe doktrinën e kujdestarisë së World Economic Forum ka qenë një luftë shpirtërore e maskuar dhe drejtuar nga burokratët. Do të flisja një çik për një figurë tjetër që është Marina Abramović, e maskuar si një priftëresh avangarde apo që ndodhet në ball, e cila në fakt kanalizon oreksin e elitës përgjak, për dhimbje dhe për imitim të esencës ynore. Ritualet e saj të gatimit të shpirtrave nuk janë metafora, janë pantomimet korjes së shpirtrave, të mbështjella me estetikën e galerive për të normalizuar traumën e atyre që sakrifikoheshin me një art. Ajo në fakt ka qenë një artiste ceremoniale e rrjetit pedofilik, e adhuruar nga monarkët, miliarderët e teknologjisë dhe kukullat të politikanëve që janë pothuajse një lloj në të gjitha vendet. Do të flasim një çik për një figurë tjetër të lidhur me rrjetet e Vatikanit dhe të pushtetit në Shtetet e Bashkuara, që është John Podesta. Se ku e kam dëgjuar të emër. Më kujtua, John Podesta është miku i Fatmir Mediut, i cili e ka sjell këtu, megjithëse ai ishte demokrat në zgjedhjet e 2013-s, për të lobuar për Partinë Demokratike. Vëllezërit, Podesta në fakt janë simbol i sakrifikimeve të fëmijëve, i përdorimit të tyre nëpërmjet torturës për të prodhuar adrenokrom dhe për të shitur gjakun e tyre, i cili, siç thuhet nga shumë studiues konspiracionist që quhen, po në fakt janë tek konspiracionist, edhe gjaku i tyre përdoret për t'u pirë nga këta satanist. Ky ka qenë një bos kryesor në Partinë Demokratike, pra John Podesta ka qenë emisar i Vatikanit dhe mysafir në disa darka me Abramovićin. Ka qenë, siç u thash, i lidhur me politikën dhe me ritualet e fsheta, me ceremonitë e fsheta që shoqëria e lartë e kësaj natyre i zbaton. Ka emaile të tij të cilat kanë rrjedhur dhe kanë zbuluar një kod të fshetë dhe një teatër të jetës së tyre të vërtetë.
ka pasur ftesa për të kryuar një art performues me fëmijë, referenca ezoterike të endura në makinerin politike të komplikuar të Washingtonit. Podesa në fakt nuk është një deviant i vetmuar, ai është një arketip i sistemit, një burokrat i pagzuar në simbolikën e gjakut që pastron shtrëmbërimin shpirtëror në një qeverisje që në pamjet e jashtme duket e normalizuar. Por megjithatë, katedrali e vërtet është e koduar në certifikatën tonë të lindjes. Ne nuk jemi pagzuar në shpëtim. Ne na kanë regjistruar si pronë e një pronari. Ky është froni i identitetit tonë. Manteli që kurorëzon në fakt rjetin e krijuar të kapjes së shpirtrave për të cilën do të flasim në një pjesë tjetër, se çfarë ka sjell gjithë ky makinacion ligjesh, gjithë ky sistem i sofistikuar financiar dhe gjithë kjo gjuhë e fshet për të kontrolluar dhe kapur në rjetën e merimangës me mashtrim dhe nëpërmjet gjuhës së shumë fisht apo të paktën të dyfisht shpirtrat e njerëzve. Ju thash që në fillim që ky nuk është një emision për ata që duan biberon me qumësht, e di që do të mërziten nga këto lloj emisionesh, është një emision për ata që kanë ca kërkesa më të larta. Sigurisht, jo të gjitha emisionet tona do të jenë aktualitet dhe një ripërsëritje atyre që ndodhin duke bërë bla 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 bla, pa analizuar shkaqet dhe qëllimet dhe faktorët e fshet që i organizojnë këto ngjarje historike, por ne do të flasim edhe për disa ngjarje që kanë ndodhur dhe që vinë nga e kaluara dhe që kanë të bëjnë me pushtetin që kontrollon jetën politike, ekonomike, shoqërore, financiare, shpirtërore të njerëzve kudo në botë, nga ekzistenca e një rjeti merimange e pak njerëzve që vinë nga linjat e gjakut, qysh nga Babilonia. E di që shumë nga ju nuk më kuptojnë dhe thonë çfarë flet ky. Po megjithatë s'ka rëndësi, ndriçimi vjen nga pak mendje, jo nga shumica, nga kopea, nga tufa. Kjo s'më shqetëson as pak dhe e di që do ulen shumë çobej. Të shkruajnë, pak rëndësi ka. Përshëndes ata që më kuptojnë dhe inkurajoj dhe i kujtoj ata që i pëlqejnë këto emisione, por që nga nënvlerësimi ende nuk kanë bërë subscribe. Ta ngrejnë gishtin pa mundim, pa para, me përfitim dhe të bëjnë një subscribe. Është e pafalshme që ne na ndjekin mbi 1,5 milion njerëz në rrjetet sociale, shtohet akoma dhe më shumë kjo në Facebook, tash në për TikTok, në për këto, dhe të ketë vetëm 10.800 subscribera. Kjo është e pafalshme. Ne duhet të merrnim 20.000, 30.000 brenda një muaji. Pse ndos kjo? Ka xhelozia. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në vazhdimin e këtij emisioni në një ditë tjetër. Tung tung.